Ne vijojmë sot me emisionin e dytë të kësaj rubrike për vitin 2026, duke i kthyer përgjigje apo duke këshilluar një qytetar i cili na është drejtuar nëpërmjet WhatsApp-it, pra numrit të celularit 069 27 37 706, ku ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me një pezullim në marrëdhënien e punës në profesionin që ai ushtron, pra është operator në një call center dhe konkretisht po lexoj mesazhin e ardhur në numrin e celularit për të kthyer përgjigje apo për të këshilluar qytetarin. Atëherë mesazhi na vjen nga Armando, i cili identifikohet me emrin Armando, dhe konkretisht ai shkruan se: Përshëndetje zoti avokat. Nëse është e mundur një informacion, punoj si operator telefonik dhe kompania nga data 1/1/2026 deri tani më ka lënë pezull, pa më dhënë informacion se çfarë do të bëhet. Pyetja është, a është korrekte kjo gjë nga ana e kompanisë kundrejt përmarrësit? Armando. Atëherë zoti Armando, fillimisht ju falenderoj shumë që jeni drejtuar rubrikës Pyet avokatin, dhe problemi apo shqetësimi që keni ju kanë edhe shumë qytetarë të tjerë përmarrës, të cilët nuk njoftohen në momentin që shkëputet një marrëdhënie punës apo qoftë pezullohet. Koncepti i pezullimit të një marrëdhënie pune nuk njihet sipas kodit punës, pra pezullimi merret vetëm me anë të vendimit të gjykatës, kur ka kushte për të cilat është kryer një vepër penale, dyshohet se keni kryer një vepër penale, dhe janë kritere të përcaktuara shumë qartësisht në kodin e procedurës penale. Lidhur me këtë akt që ka ndërmarrë kompania, këtu jemi përpara faktit të zgjidhjes së marrëdhënies së punës në mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar, sepse ju në momentin që pezulloheni nga detyra, ju nuk paguheni. Koncepti i pezullimit, nëse ne i referohemi kodit procedurës penale, do të thotë që ju duhet ta merrni pagesën, por vetëm nuk ushtroni funksionin e punës në punën që duhet të ushtroni derisa çështja të zgjidhet, pra çështja penale, ndërsa në rastin e një pezullimi civil nuk mundet të ekzistojë një pezullim i tillë. Kompania duhet që t'ju njoftonte lidhur për zgjidhjen e marrëdhënies së punës, edhe nëse kompania po ristrukturohet apo ka probleme financiare, atëherë duhet t'ju njoftonte paraprakisht dhe ju duhet të merrni pagat për këtë njoftim nga ana e kompanisë. Njoftime të cilat janë përcaktuara në kodin e punës dhe konkretisht nëse ne i referohemi në 140 i tij, në 143 i kodit punës, në 141 i kodit punës, dhe përcakton afatin dhe procedurën në bazë të kozgjatjes së marrëdhënies së punës në kompaninë apo në këtë shoqëri ku ju jeni i punësuar. Kështu që unë do t'ju sugjeroja që t'i drejtoheshit gjykatës duke kërkuar dëmshpërblim për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të marrëdhënies së punës midis teje dhe punëdhënësit shoqërisë e cila e ushtron aktivitetin në fushën e call centrave. Ju falenderoj shumë dhe nëse keni ndonjë paqartësi tjetër, jeni sërish të ftuar të më shkruani në numrin 069 27 37 706 për qytetarë shqiptar të cilët jetojnë në Shqipëri, ndërsa për ata të cilët janë jashtë apo jetojnë jashtë duhet të vendosin prefiksin +355 69 27 37 706. Ju falenderoj shumë që na shkruani lidhur me problematikat tuaja ligjore, dhe falenderoj dhe të gjithë ata qytetarë të cilët janë duke ndjekur rubrikën Pyet avokatin.
Ju falenderoj shumë dhe ju uroj një ditë dhe javë sa më të mbar. Faleminderit, mirupafshim.